Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Në një kohë kur kujtesa historike sfidohet nga haresa, zërat që kanë jetuar dhunën dhe që kanë dëshmuar të vërtetën janë më të rëndësishëm se kur. Sonte, në një rrëfim personal dhe të thellë, mirëpresim një njeri që nuk u përkul përballë dhunës, që nuk heshti përballë padrejtësisë, por që zgjodhi të mbajë gjallë kujtimin e një populli të tërë. Ai është dëshmitar, i mbijetuar dhe zë i palodhur i të vërtetës së Kosovës. Sonte në personale vjen zotëri Nusret Plana, ish i burgosur politik, autori disa veprave që dokumentojnë krimet serbe dhe njeriu që me ekspozita e fjalë ka folur para botës për tmerret që i ka ndodhur popullit tonë. Mirëmbrëma zoti Plana, mirë se erdhët në emisionin personale. Kënaqësi t'ju kem në studio. Faleminderit. Që flasim për rrëfimin tuaj personal, që ndoshta edhe pakush e njeh, e po ashtu edhe për një punë të mrekullueshme që e keni bërë pa u lodhur dhe pa heshtur asnjëherë për të dokumentuar krimet të cilat janë bërë mbi popullin tonë në luftën e fundit. E që natyrisht pra asnjëherë nuk janë të pakta që ti tregojmë botës, e po ashtu si që thashë edhe në hapjen të emisionit, edhe atyre të cilet ju flejnë në hares tashmë këto kujtime. Por për fillim, do të shohim, jemi në pjesën e parë, ku ne flasim për jetën tuaj personale. Pra, njerëzit ju njohin nga publiku si profesor, e po ashtu edhe për punën dhe veprat që i përmenda më herët, por jo edhe për familjen tuaj. Na tregoni pak për familjen tuaj, kush është familja juaj? Po, unë jam bashkëshorti Zelfie Planës, edhe baba i dy vajzave të mia të mrekullueshme, Teutës dhe Rinesës. Teutën e kam pas 2 vjeç kur kam shku në luftë për të qenë ushtari i devotshëm i ushtrisë më të lavdishme në botë të ushtrisë shërimtare të Kosovës, ndërka që Rinesën e kam të pas luftës, domethënë i kanë 6 vite diferencë, por Teuta na ka bërë krenar sepse tashmë gati 3 vite bën në 30 shtator, kur jemi bërë gjyshe dhe gjyshe unë edhe Zelfia. Domethënë jemi një familje në numër jo edhe aq të madh, por peripetite, vujtjet dhe sfidat e jetës na kanë bërë që edhe të martohemi me vonesë, edhe të kemi fëmijë me vonesë, por ndeshti Zotit që nuk është asnjëherë vonë vrap, me qenë se po i shijoni edhe nipat e mbesa, do të shohim edhe fotografitë e tjera të familjes suaj. Vajzat janë të punësuara? Teuta punon atje në Bruxelles dhe Rinesa vitin e ardhshëm diplomon në gazetari në kolegjin AOB. Kështu që kemi edhe fotografi tjera? Po, kemi edhe fotografi. Kjo është, unë shpesh i them mjalti tim, bile pak në shaka i them mjaltushi jamen mëngjes kur na e tregon Teuta çdo mëngjes kur shkon punë që në Qerdhe, Ella, kjo është mbesa jon, që është thjesht gëzimi i familjes tonë, sepse na ëmbëlzon çdo mëngjes, edhe çdo pasdite kur kthehet nga puna, Teuta përmes telefonit na jep të flasim me te, sepse ka filluar edhe të flas tash në kënaq zemra. Këtu është Trim Gjën Balaj dhe ëndri jon i mrekullueshëm me Teutën dhe Ellen. Me veshje kombëtare. Një fotografi me veshje kombëtare, sepse kjo veshje edhe koincidon të jetë veshje kombëtare e regionit të krahinës shqiptare të Vuthajve, sepse dhëndrën e kemi nga Vuthaj, një familje mrekullueshme e Saleh Gjën Balës dhe Emine Gjën Balajt, që janë prind të devotshëm dhe që i kanë 6 fëmijë, 4 vajza dhe 2 djem, dhe vërtet meritojnë respekt veçantë sepse të 6 kanë lindë në Bruxelles dhe të 6 janë martuar me shqiptar. Me shqiptar. Më mirë flasin shqipen, po thuajse se ne vetë, dhe prandaj gëzojnë respekt veçantë, kemi një respekt reciprok. Është e rëndësishme kjo kur thuhet nga ana e miqve, pra. Përbes po, është shumë e rëndësishme. Kalojmë tek fotografi tjera. Po, dalim të lufta këtu. Po, dalim të lufta. Por realisht edhe aty në ekran është 30 qershorit, vitit 1998, këto materiale, shumicër prej tyre i shpërndan bashkëpunëtorimi i ngushtë sot Shala, që vërtet është një heroj gjalla i arkivimit të gjenocidit serbi shqiptar. Si rrugtimi juaj? Unë kam vendos në qershor të vitit 98 ndërruara krenare, duke e parë sakrificën edhe
gatishmërinë e djemve të Drenisës dhe Dugazhinit, sepse dihet mirëfilli që Drenica dhe Dugazhini gjithmonë i kanë prej vallës së çlirimit edhe të luftës së armatosur. Unë duke i pa ata që kanë vendosur me vdek për lirinë e kombit vet, kam vendosur t'ju bashkangjitem. Në fakt e kam marrë edhe Zelfin, edhe Teutën, që t'jem kudo që t'jemi bashkë. Por Teuta nuk mundit ju rezistoj atyre kushteve mizore dhe prandaj Zelfia u dështë mu marrë me të kthehet edhe të izolohet, të barikadohet në Aktash, në Prishtinë, ku e ka pas një rrezik permanent jetës edhe për të masakruar, sepse unë me 4 janarve kam pas dalë publikisht me Radion Kosovë e Lirë, domethënë me emrin me mbi emrin, kam qenë transparent me ekipën e Radios Kosovë e Lirë. Thjesht ajo i është ekspozuar rrezikut çdo ditë dhe dikun ka fillimi i prillit, në fakt i majit, ajo është dashur me me shkun të Tetovë, me qëndru deri në përfundimin e luftës, me një fjalë Memzi ka shpëtuar me Teutën sepse ka mund të jetë njëra nga viktimat e gjenocidit. Po, definitivisht, e përcjellur, për ndjekur. Në cilën pjesë keni qenë, pra, në cilën zonë? Unë në zonën operative Dugazhinit kam qenë fillimisht një ushtari komandant Agim Barzaneli, i herojt të Kosovës Son Dardane, në njësitën ushtarak të ti në Këpuz. Fillimisht jam vendos në fshatin Shqiponj, ish Jablanica, Gjakovës, dhe pastaj jemi transferu edhe kemi vendos Selin në fshatin Këpuz, dhe aty kemi pas luftime të përditshme, me një fjalë, aty e kam pa heroizmin e djemve të Dugazhinit, sepse për nga 12 sa kemi qenë luftarë të lirisë, 3 prej tyre janë dëshmorë, vetë komandanti Agim Barzaneli, Bekim Hysenaj edhe Osman Berisha. Me një fjalë, një përvojë e shkëlqyeshme, e mrekullueshme, e dhimbjes dhe krenarisë kombëtare. Pastaj kam dalë në fund të tetorit, më ka ftuar shtabi përgjithshëm i OÇK-s në zonë operative të Pashtrikut, përkatësisht të Drenisës, edhe kam filluar edhe me Radion Kosovë e Lirë, me një fjalë deri në 21 qershor, po bëhen veç gati 26 vite të plota, që ka përfundua ajo luftë dhe ajo misioni imi, por nuk jam vetë kënaq, nuk jam vetë mjaftu të mburrëm se kam qenë një luftëtar i lirisë, fundi e kam pas bërë si krejt djemë dhe vajzat tona që janë sakrifiku për këtë lirisë që po i gëzojmë sot, dhe jam marrë definitivisht edhe gjatë luftës edhe si kronist i ngjarjes, edhe kam fotografu edhe kam xhiru edhe kam bajt shënime dhe si rezultati e atyre shënimeve dhe i rujtjes atyre materialeve arkivore, dokumentare, janë një bagazh, një fond i jashtëzakonshëm, pa modesti, po themi jashtëzakonshëm i veprave të mia, siç e thatë edhe ju në fillim, duke ju bashkangjit edhe më shumë se 100 filmave dokumentar për gjenocidin serb mbi shqiptarët dhe për luftën heroike të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Zoti Plana, sigurisht që para se të inkuadroshit në ushtrim shërimtare të Kosovës i ka parapritur një proces tjetër i gjatë, pra vuajtjet e shqiptarëve në fakt kanë qenë shumë të gjata, themi kështu ndoshta edhe me shekuj. Ju për shkak të bindjeve të juaja keni qenë po ashtu edhe i burgosur politik për disa vite. Pikërisht, po. Si ndodhi kjo? Unë saktësisht më 21 janar 1986 jam burgos nga regjimi barbar serb dhe më 21 janar 1991 jam dalë nga burgu. I kam vujt 5 vite burg të rënd, në një burg terrorizues dhe izolues që me rregulla është dashur me qenë vetëm 6 muaj, maksimumin atë burg, sepse ka qenë burg hetues. Edhe për shqiptarët kjo kur s'ka vle, domethënë shqiptarët janë mbajt burgosurit politik edhe me 10 vite, 15-20 vite. Në cilin vend? Në burgun e Zrenjaninit, në kufi me Romanin. Një vit kam qenë në Prishtinë, në burgun famkeq të Prishtinës dhe 4 vite në Zrenjanin, i maltretuar, i terrorizuar, madje edhe i lënë për të vdekur nga dhuna që kam pas. Është mrekulli e Zotit që kam shpëtuar sepse ata më kanë lënë për të vdekur, nuk kanë mujt organikisht me e bart atë. Për shkak të rrahjes apo? Po, për shkak të rrahjes, po nuk kanë mund ata me marrë me mend që një i burgosur politik shqiptar, një djalosh i cili atë botë kur është burgos ka qenë 26 vjeçar dhe kur kam dalë nga burgu 31 vjeçar, që mund të del nga burgu terrorizues, izolues, aq i vujtur dhe i rrahur të dal aq i fort edhe fizikisht edhe psikikisht. Unë kam ushtruar në burg. Kam ushtruar në burg tan kohën, në fakt në një farformë edhe kam pa sherrin edhe hajrin.
sherrin sepse ata nuk kanë mund me marrë me mend që mundet me dalë mas 5 vjetë një djalë i ri, i pamartuar, beqar, aq i fortë edhe fizikisht, sepse ushtroja 4 orë në ditë brenda burgut dhe kam qenë si gladiator. Kështu që ata kanë marrë pretekst që jemi përshëndet unë edhe Bajram Dernianin, i shoku im gjithashtu i idealit, i cili aktualisht jeton që 30 vite gati në Bruxelles. Aje ka pa më syte vetë në 3-4 metra distancë vdekjen time, sepse dhe ate kanë ra, por mu më kanë ra qëllimi ka qenë mu me më ra për vdekje. Dhe kanë qenë 4 gardian të cilët kanë sjell ma shumë se gjysore, edhe që kur e kanë pa më që s'po lëvizi, njëri tjetrit i kanë thënë lese, ky e kryti. Më kanë tërheqë burgosërit të tjerë, sepse kam qenë me veti 30 me të burgosër Rumon, se kam pas asnjë shqiptar në dhomë, Rumon. Kanë mendu që unë nuk di rumanisht, edhe në fakt nuk kam ditë, por nuk e kanë ditë ata që shqiptarët janë qaq inteligjent sa që për 2-3 javë e kam mësuar rumanishtën dhe kam nisë me komuniku shumë shlirshëm me ta dhe me shkru. Edhe ata më kanë tërheqë, sepse kanë pas një raport veçantë, një respekt veçantë, kanë pas raporte të shkëlqyeshme me ta, sepse edhe ata kanë ikë për regjimit komunist diktatorit Ceaușescu, e kishin nga një muaj burg për Kalim Kufini, ndërka që unë i kam prite për cilë me vite, ma shumë se 5.000 burgosur rumun, dhe ata më kanë tërheqë brenda në dhomë, zvarë që ashtu duke me ndohë që kam vdek, mas gjysore dikun thonë që ka fillu me marrë vetdije, me më këthy vetdije, me një fjallë, unë kam qenë i mbytur në fakt, por që fati e deshti që t'jem pastaj edhe kronisti i luftës më të lavdishme në botë, ushtrisë lindëtarë të Kosovës. Si dolet nga i burg? Më niste një saktësisht janar 1991, sepse në vitin 1990 ndodhja e amnistia përgjithshme e ishtë burgosër politik. Bile kur dole nga burgu, unë ndjeva shumë krenar, sepse ardhë me më vizitua dhe i madhi Baca Adem Demashi, që duhet më lkun nga vendi sartja për mendim emrin, një simbol i pashamull të rezistencës kombëtare, edhe që ka qenë vetë liria për ne, dhe që mbetet definitivisht i tillë i pavdekshëm. Ai erdha dhe më vizitoi, tha, nësërat kom dëgju që ke qenë djali i mirë dhe besoj që do t'jesh edhe më tutje, ne kemi punë shumë edhe më tutje me Serbinë, pa luftë nuk kemi me shpëtu, tha uroj të mbetesh luftëtar edhe më tutje i çështjes tonë kombëtare, sepse pa luftë, pa gjak, s'kemi me shpëtu. Dhe pastaj ju u inkuadruat erdhet u kthyer sërish në Kosovë? Po, në Kosovë, unë atë botë isha ekonomist i diplomuar dhe në pamundësi për të kyç në institucione, sepse kemi qenë të përcjellur në çdo hap edhe të diskriminuar në çdo hap, edhe pse pa ta filluar unë me njëherë një zanat që pa ta marrë në burg me botepia, qilima punimdore, atë pastaj e fillova dhe vazhdova dhe në Kosovë, duke ju falendru fotografit më të mirë të Kosovës tonë, Gani Bërdemajt, të cilin edhe përshëndes nga kjo emision, ai më pat mundësuar, ka qenë mirë materialist Ganiu, më pat mundësuar që të filloj me një prodhim shqiptar, me një produkt i cili ka qenë vërtet një standard edhe kualiteti i atyre qilime ka qenë standardeve evropiane dhe botërore. Dhe më fillova në fshatin tim në Arbnesh me 3 vajza, pastaj dal nga dal shkova dhe në Pej, unë njoftova dhe me Zelfin që kisha idenë që e kisha pa ndonjëherë, nëpse edhe e kishte qenë fakultet ekonomik, aty unë njoftuam se be pra puna, prodhimi, edhe në vitin 91, dhe më si dole fillova prodhimin, pastaj në vitin 92 edhe u martuam, i bëm 30 punëtore, graj vajza shqiptare. Në atë kohë bile ka qenë inflacioni ka që i lartë, sa që atëherë rroga patron 7-8 marka krejt, ndërka që unë edhe Zelfia i jepshim 150 marka, 200 marka në mujtë, grave shqiptare, vajzave tona, nënave tona, dhe e bëm një përvojë jashtëzakonshme, një prodhim jashtëzakonisht kvalitet. Pastaj kur e pash që filloi lufta qëllimtare, i thash Zelfis definitivisht më për mua nuk ka kuptim jeta, sepse shokët po na vriten, edhe ne nuk mund ta shiqojmë luftën nga kati e 10 ku ishëm në aktash në banes në televizor me ngjyrë. Sigurisht edhe për shkak të asaj që keni kalu dhe idealit. Edhe për shkak të kaluarës edhe idealit, definitivisht ju bashkangjita shokëve dhe me të vërtet nuk e ndroj me asnjë kusht atë periudhë të lavdishme dhe dhëmshme pa shumë krenare. Si e vlerësoni luftën e ushtrisë qëllimtare të Kosovës? Ajo ka qenë dhe mbetet lufta më e lavdishme e shqiptarëve në 2000 vjetët e fundit. Bile edhe mendoj edhe besoj që këte
në një farforme e kanë thonë edhe miqtanë ndërkombëtar përkatësisht NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse generali Amerikan legjendar, lirisht mund të them sepse ka dhëheq fushatën ajrore të bombardimeve mbi saqet e Serbisë dhe Jugosllavisë, ai ka qenë i fascinuar me luftën heroike të djemve tanë dhe në një prej intervistave pa të thonë dikun që në fakt ushtria shërbimtare e Kosovës ka qenë ushtri toksore e NATO-s, edhe pse s'është lejuar me thonë zyrtarisht, por ka qenë e tillë sepse ajo e ka derë gjakun, edhe djemtë dhe vajzat më të mirë të onët në u kanë vëra. Është fat i madh që miqtanë nuk janë sakrifikuar njerëz, domethënë vetëm në teknik, dhe prandaj është e pafalshme edhe e patolerueshme kur dëgjon zëra se mos me pas qenë kjo, mos me pas qenë ajo, ne nuk ishim çliruar, në fakt mos me pas qenë gjaku i derdhur lomi djemve dhe vajzave tona më të mira, dhunimi më shumë se 20.000 nanëve dhe motrave shqiptare, vrasja rreth 1.500 fëmijëve shqiptar, vetëm se ishin shqiptar, mos me pas qenë dëbimi i 1 milion shqiptarëve nga vatrat e tyre stërgjyshore, sot unë edhe krenarja nuk do të ishim në këtë studio të bukur të televizionit Dugagjini. Pa edhe pa një mbështetje të NATO-s sigurisht. Absolut, thash te pa mbështetjen e NATO-s dhe shtetet që dhe mos tash të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, miku tonë të përjetshëm nuk do të mund të fitonim, duhet të bëhemi real. Por luftën do ta vazhdonim, do të sakrifikoheshim shumë më shumë. Ka qenë dy komponente sigurisht që e kanë bërë. Një kombinim i shkëlqyeshëm, edhe një kombinim edhe i pushkës dhe i pendës. Sa ditëm ta ruajmë këtë vlerë pas luftës? Edhe shumë edhe fotografi të tjera, në ndërkohë dhe do t'i komentojmë. Po edhe kjo është një nga ato fotot edhe është edhe kjo foto e ekipës së Radios Kosova e Lirë, tashmë sigurisht që Radio Kosova e Lirë fakt ka qenë atko një burim, pra një zë të cilin e kam pritur të gjithë me padurim dhe janë informuar, pra i madhe i vogël me atë se çfarë po ndodh. Ka qenë burimi kryesor. Edhe krenarinë të njëjtën. Dora e parë informatave që janë thirrë në të edhe në Agjencioni Lajme Kosova Press, sepse ato kanë qenë si dy motra, të dyjat janë themeluar me 4 janar 1999 dhe thjesht jemi krenar që ja kemi bërë argatin popullit tonë shumë vujtur dhe liridashës edhe përmes këtyre dy institucioneve vetëm informative të vijës së partë frontit. Dhe për fatkeq tashmë veç ka muaj që fizikisht na mungon profesor Ahmet Çiriqja, i ka qenë udhëheq në gjatë luftës, tërkohën drejtori Radios Kosova e Lirë, por aty nuk kemi shiqua asnjëri as tjetri, ai e drejtora, redaktora, producenta, absolutisht çfarë roli ke pas, të gjithë i kemi kryer detyrat që na u kanë ngarkuar dhe nuk kemi hezituar dhe si rezultat i asaj disiplinë të jashtëzakonshme ne gjatë 6 muajve transmetim të programeve tona nderuara krenare vetëm 1 minutë jemi vonuar krejt. 1 minutë për 6 muaj. Ka qenë për pikmeri. Po dhe duke ushtarëve të UÇK-s. Po dhe duke ushtarët e UÇK-s kanë qenë ata kryesorët, domethënë meritorët kryesorë kanë qenë ata, sepse ne nuk do të mund të japnim lajme as edhe 1 minutë pa qenë ata të barikaduar në vijën e parë front. Në njëjtën kohë edhe ka frymëzuar qytetarët. Absolut infuzion ka qenë. Edhe për të bashkangjitur apo për të ndihmuar në forma të ndryshme. Infuzion si thonë në popull ka qenë ky zë dhe prandaj duke u në këto dy burime të këtyre dy institucionet vetëm informative edhe agjencionet më të njohura evropiane dhe botërore si Deutsche Welle, New York Times, Washington Post e tjerë, domethënë ne mburreshim që po e furnizojmë edhe botën përparimtare dhe po informojmë për të vërtetën e madhe tragjike të hidhur dhe shumë krenare për luftën e pa kompromis të UÇK-s me atë armatim modest që e kishim, por ishim të merr i armikut, të merr i Serbisë fashiste. Pra që nuk keni zbuluar në fakt. Ne jemi zbuluar çdo ditë sepse këta e kanë pas teknologjinë shumë të sofistikuar. Që nga 4 janari ku kemi filluar bunkerin e parë atje na kanë godit dhe s'kan mund më na godit saktësisht ku kemi qenë. Domethënë nuk kanë qenë as shejtar, pa fatalitet. Jeni zbuluar po jo. Na kanë godit edhe me aeroplan më 27 mars 1999. Edhe aty kemi shpëtuar, domethënë është e papërshkrueshme se si kemi shpëtuar. Për fatkeq aty është vrarë djali i vetëm, si i themi në popull i Hasretit, i dëshirit, Elbasan Jakub Berisha, 14 vjeçar, si pasojë
pasojë atyre granatimi, bombave, kaset bombave që janë të ndaluara edhe me norma ndërkombëtare të hodhen mbi njerëzit, janë plagos 10 të tjerë, por çuditërisht kemi shpëtu. Pastaj një javë kemi pauzu, po them thojse, sepse një javë kemi ndërtu bunkerin në muajin më të lartë të Pallanikut, atje ku na kanë sugjeruar ekspertët e ushtrisë ligjore të Kosovës në muajin më të lartë të maleve të Berishës, prej 8 prillit 1999 deri më 21 qershor 1999, kur një ushtar i thjeshtë të lirisë i quajtur Nusrat Plana, ushtar i të madhit i komandantit legjendar Adem Jashari, që duhet gjithsesi mulkun nga vendi, unë thjesht me ekipin e Radios Kosova Lirë kemi qenë dhe mbetemi përjetësisht krenar që kemi qenë interpretuesit e zërit të komandantit legjendar Adem Jashari dhe mirë dëshmorëve dhe martirëve të kombit tonë që kanë shku në të botë thjesht për lirinë e Kosovës dhe Bashkimin Kombëtar. Shohim edhe fotografi tjera, do të munduemi ti përmbledhim gjitha, sepse natyrisht që biografia dhe historia juaj është kogja e gjatë. Në vërtet. Por do t'i shohim disa prej tyre. Para se të kalojmë të kjo, pra ju bëra një pyetje më herët. Sa i kemi rujt si shoqëri, si këmbë vlerat e ushtrisë qlirimtare të Kosovës pas përfundimit luftës? Krenare nderuar. Çfarë ndodhi me UÇK-n pas luftës? Unë e kam thënë shumë herë dhe nuk hezitoj ta them edhe përballë jush që shqiptarët për fat keq vazhdojnë ta kenë një fenomen shumë të shëmtuar e quajtur harres. Kujtesë e shkurtër. Bile shumë shpesh edhe i citoj një mik të madh shqiptarëve i cili thjesht Leo Freundli e pa të thonë botërisht në librin e tij Golgota shqiptare para 100 vitesh që shqiptarët janë racë punëtore, racë e guximshme, trima, inteligjent, bukur, por e kanë një defekt shumë të madh, kujtesën e shkurtër, dhe si pasojë e kësaj thot, aq e kanë të shkurtër kujtesën sa që për një kohë të shpejtë gjelatët e tyre, armiqtë e tyre i bëjnë miq. Dhe kjo për fat keq ndodhi edhe pas luftës gjenocidale të viteve 98-99, është e çuditshme, e pafalshme, historikisht e pakuptueshme, e parshyeshme se si shqiptarët vazhdojnë edhe më tutje që 26 vite pas gjithë atij gjaku të derdhur lum ta ushqejnë armikun e tyre barbar me dorë të veta. Çdo ditë ja çojnë milionat Serbisë fashiste, Beogradit fashist në arkën e shtetit e tyre, e bëjnë faktor kryesor ekonomik dhe ushtarak Serbin me duart e veta, me gjakun, me djersën e fëmijëve të vet, dhe pa fije turpi vazhdojnë të mbeten të tillë, dhe unë shpesh ju them si zemërplasur, kjo është kategoria njerëzve trush për larë, thënë vetvrasës. Për fat keq nuk janë pak, janë shumë. Sepse një supermarket e ki krejt, në krejt Kosovë ndardane, që quhet Plus Market në Ferizaj, me pronarin Sulejman Eziri, që nuk mban produkte kancerogjene të kontaminuara të Serbisë fashiste, sepse edhe laiku, edhe fëmija ndjep, ka mund ta kuptoj që krejt ato madhra, produkte që i blenë shqiptarëziu, që 26 vjetë janë kancerogjene. Ato janë të dedikuara me vrah shqiptarin. S'kan mojt me na vrah krejt në luft, tash përmes madrave, përmes ushqimeve, e tjerë. Ne vazhdojmë t'ju bëjmë thirrje, edhe në për intervista, emisione, ekspozita, libra, filma, mos e vrani veten se është definitivisht e pafalshme. Dhe nuk ka rast në botë që ju ka përsërit gjenocidi 5 herë mrena 100 vite siç ju ka përsërit shqiptarëve, dhe si pasojë krejt e harresës. Dhe prandaj duke qenë të tillë, unë i kam dhënë zor me plot shoke, miqe, bashkëluftëtarë, bashkëmendimtarë, të lëm libra të botuara, filma, ekspozita, dokumenta, arkiva, bashkë edhe me Esat Shalin, i cili veç 12 vjet ka qenë kur ka filluar me arkivu, domethënë dhimbjen më të madhe, më të ndihshme të fund shekullit 20. Ai është i papunë, nuk ka marrë asnjë cent në mujt, që 25 vjet lufton, punon, jeton, sakrifikohet, është dhurat prej Zotit që s'është çmend, se e kam thënë gjithë nëpër intervista, s'harroj me thënë se e respektoj si djalin tim, sepse një njeri që ka qenë 12 vjet, e ka përjetuar luftën, e ka përjetuar vrasjen e motrës së vet, që unë e them shot Galicës së dytë Lulieta Shalis, e cila me të fejurën e saj e vrau pikërisht me të madhen mu i krasnisi vetë 40 nita, duke luftu, jo duke ik. Ai i frymzuar në të bëmet e UÇK-s dhe të motrës së tij, edhe të agjës së tij, mjeku të UÇK-s, i pa gjetur Dr. Hafir Shalis,
si që edhe i madhe u këshin hoti me 1600 më tepër, edhe më tutit po gjetur, krejt këto duke i pas parasysh, për ditu i përshërit në për intervista, në për studjet tonë televizive, absolutisht nuk i bën përshtypje shqiptarve. Dhe vazhdojnë të mbetën trush për larë, dhe vazhdojnë të talibanizojnë gjdo lagje, gjdo fshat, gjdo qytet të shqiptarve, dhe jo vetëm të Kosovës Dardane, por edhe të Shqipërisë Londineze, edhe të Maqedonisë, edhe të Kosovës Lindore, edhe të Malit Zi. Ne me këto veprime ndërruara krenare janë me të vërtet të dhëmshme, jemi duke i zhgënjy për të mos thënë duke i dëshpëruar për çdo ditë me qëton të përjetshëm sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata na kanë ndihmuar me u bë shtet, na bën shtet, janë sponsor general Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-ja, mundohen me na bë shtet edhe me na ngrit edhe ekonomikisht, edhe ushtarakisht, edhe me polici, edhe me shëndetësi, me të gjitha. Ne absolutisht pes para nuk i japim pse çdo ditë e zbrazim Kosovën tonë nga rinia e cila shkon e gatshme dhe u bën rrotën edhe më tutje Evropës. Si është ushtari i vërtetë i UÇK-s pas luftës? Si ka qenë një ushtari i vërtetë i UÇK-s pas luftës? Për fatin tonë të keq, kujdesi i qeverive të njëpasnjëshme, fatkeqësisht sidomos i atyre të krahut luftës që absolutisht janë të papërgjeshëm janë treguar ndaj luftarëve të vet, ndaj shokëve të vet, ka qenë jo minimal, po ka qenë aq i patrajtuar kategoria, e luftës, e veteranëve, i invalidëve të luftës, saqë për fatin ton të keq, më shumë se 50 luftëtarë të lirisë shokë të mi, kanë bërë vetvrasjen mungesë kushteve elementare për jetë. Dhe në anën tjetër, komandantët e zonave operative nuk kanë qenë as 70, as 700, 7 kanë qenë krejt, gjithë janë gjallë, gjithë janë milionerë. Dhe sot, luftëtarët e lirisë, njëri prej tyre dhe, në sërplanë, veterani luftës, i merë 204 euro në mujtë. Penziant veteranit, që do në thëtë, janë kategoria më e poshtruar, më nënçmuar, më shkelur, më e diskredituar, jo vetëm në Evropë edhe në botë lirësht të në thonë. Sepse i kemi, po supozoj, bashkëluftëtarët, po them thojza, të Kroacisë dhe të Bosnjës, që kanë bërë luftë me Serbinë fashiste, para nesh, ata trajtohen shumë më dignitetshëm. Ata i marrin kanë 1.000 euro në mujtë dhe kanë beneficioni privilegje, ndërkaq luftëtarët tonë, shumica prej tyre kanë vdek, shumica e veteranëve, edhe fatkeqësisht po vazhdojnë të vdesin edhe në mosha jo shumë të shtyra, në mungesë të kushteve normale për jetesë. Dhe kjo është përkeqësi. Kjo është e pafalshme. Sigurisht, përderisa po mundohemi pra që të bëjmë një përmbledhje, qytetarët, publiku jonë i ka pa edhe librat edhe ekspozitat, pra me dokumentime të fotografive të ndryshme që ju i keni mbledhur personalisht, po ashtu edhe me anë të shokëve tuaj gjatë luftës. Pra punën që është dashur në fakt ta bën të shteti e keni bërë ju personalisht, pra me vullnetin e juaj personal, në mënyrë që të mos mbetet në hares ajo se çfarë ka kaluar pra një periudhë mjaft të dhimbshme dhe të lavdishme të popullit tonë. Keni një fotografi që të ta ndojmë, sepse të tjerat në fakt... A mund ta kthejmë qështu? Po, sigurisht. Po. Kur flasim për vrasjen, sidomos të fund luftës së shekullit 20 në vitin 98-99 të popullatës civile të pafajshme, të pambrojtur, që janë rreth 15.000 vram, thash 1.432 fëmijë, prej tyre 1.392 vetëm luftën e fundit, 98-99, edhe 20 vrarë gjatë vitin 1981-1997. Njëri prej atyre që unë e marrë shpesh edhe në për studiet televizive është Fidan Brestovci, ky djalë është i bukur, ky fëmijë Angel, i cili ka qenë vetëm 6 vjeç, kur është vrarë nga kriminali serb Boban Krstić, saktësisht në vitin 1986, rrugës duke shku prindët e tij me të bashkë nga Prishtina për në Ferizaj. Dhe mërë me menë me qaq gjak ftat, kaq barbar, kaq mizor, është kriminali serb, sa që për pikë të shefit e merë në shaj dhe e vret në vetur në prezencën e prindërve. Dhe sot sa 30 e sa vite, as që është akuzuar kë kriminal, siç nuk janë akuzuar as njëri prej kolegëve të tij për 1.432 fëmijë vran. E për fund, pas gjithë këtij rrugtimi të gjatë, të dhëmshëm, sakrificë, vrasje, si e keni parë ju dhe si e shihni sot gjykatën speciale në Hag? Unë që 25 vite pa ndahiq, bi dhe zgjohem me viktimat edhe me herojt dhe heroinat tonë. Thjesht
flas për ata që nuk mund të flasin më. Në një farforme jam avokat e atyre që nuk mund të flasin më, edhe jam pa modesti ambasador i përjetshëm i pa paguar i çështjes kombëtare shqiptare, sepse ky është misioni imi. Që më ka shti kërkosh me zër, unë deri në frymën e fundit do të merrem me te. Unë i kam denuncue krejt këto krime edhe në Hag, saktësisht në vitin 2002, e kam quajt librin tim në 4 gjuhë atëherë dhe tash është në 9 gjuhë botërore, krye prokurorës së Tribunalit Hagës, Karla Del Pontes, një proserbe përbetuar, e cila duke i pas krejt ato, materiale ato, dokumenta, me emër, me mbiemër, me datë, me ditë, kur nuk i ka bërë publike. Por unë u kam dhënë edhe avokatëve të presidentit Thaçi, edhe të Kadri Veselit, edhe të Recep Selimit, edhe të Jakub Krasniqit, edhe të komandant Sali Mustafas Calit, i cili është pa drejtësi historike çka është bënë te, sepse merrem me mend është dënu, veç pse e ka mbrojt pragun e shtëpisë dhe pse e ka shliru popullin e vet nga këta barbarët Karpateve dhe avokatët kanë ardhur, kanë marrë krejt këto materiale edhe nga unë edhe nga Satshale dhe thjesht janë me pa tekst kur i kanë pas gjithë këto materiale, bile edhe donin ti dinin edhe kushtet në të cilat i ruajmë, domethënë pa asnjë përkrahje, as për kujdesje shtetërore, megjithatë kemi qenë fanatik të ruajtjes së këtyre materialeve, siç mbetim edhe sot e kësaj dite, dhe po them me përgjegjësi historike ndërruar krenare. Vetëm 10% të denoncohen dhe të bëhen publike këto vrasje, veç fëmijëve, 1432 fëmijë. Në mesin e tyre 13 të komandantit legjendar Adem Jashari, 13 fëmijë. Në mesin e tyre 24 fëmijë të familjes Muqolli, të Poklekut, të Drenicës Servike nga 54 vram. Familjes Berisha nga 49 vram, 19 fëmijë. Të familjes Gërgjaliu të Voshtres, i vrar Selatin Gërgjaliu me gru, me nan, me bab, me fëmijë 13 vram komplet, domethënë shtëpia e mbyllë edhe e mbetur pa njerëz. Me një fjalë, krejt këto, pastaj libri Intervenimi i NATO-s në Kosovë, që është libri im i doktoraturës, që pa modestisht, po e them, është libri vetëm deri tash i mbrojtur si doktoraturë. Në vitin 2009 kam mbrojt Intervenimi i NATO-s në Kosovë në Universitetin e Evropës Juglindore, në Universitetin Amerikan të Evropës Juglindore në Shtull, në Tetov, dhe e kam botu edhe në vitin 2011, më ka botu Kolegji AB, edhe sot e kësaj dite, mundin e me marrë me men, është botu rrafsh që në vitin 2009 verzioni shqip, dhe në vitin 2011 është që 14 vjetë verzioni anglisht. Recenzent kryesor janë 3 emrat njohur të botës amerikane, komandanti legjendar, ambasadori legjendar amerikan William Walker. Pastaj edhe ishte dekani i Universitetit Amerikan të Kosovës, profesor Dr. Christopher Hall. Edhe një amerikane, historiane njohur botërore, Julie Norgard, 3 janë recenzent këtij libri, në vend që ky libër të bëhet edhe literaturë, edhe të bëhet lënd NATO edhe Kosova në Universitetin Shtetëror Hasan Prishtinës të Prishtinës, mundeni me marrë me men, kur as literaturë nuk e përdorin institucionet tona shtetërore dhe prandaj i mohojnë vetë shqiptarët këto të vërteta që janë me miliona dhe që mjaftojnë thash veç 10% me i bo publike. Serbia gjakatare do të duhet dënojnë 1000 vjetë për gjenocidin mbi shqiptarit. Madje edhe një libër të vogël që ja vlen me përmend, libër të Xhepit, unë edhe bashk autorim Agim Aliçaj, aktualisht drejtor i Ligës Shqiptar-Amerikane, i cili që 35 vite punon në dobi të çështjes kombëtare, e kemi bo anglisht shqip, frëngjisht shqip, italisht shqip, gjermanisht shqip, serbokratisht shqip. Vetëm ta shpërndajmë sa ma lehtë dhe sa ma shpejt që ta kuptoj bota të vërtetën tonë tragjike. Faktikisht si rrjedhë kësaj, si rrjedhoi pra kemi edhe gjykatën speciale në Hagë. Pikërisht kjo. Do të duhet kështu ta përmbyllim dal nga dal emisionin, por do ta bëjmë një premtim publik sepse do të bëjmë edhe një emision tjetër, pra një pjesë të dytë, se është e pamundur që gjitha t'i përmbledhim në brenda një emisioni, marrë parasysh edhe pjesën e parë personale. Keni shumë fakte dhe jam interesuar sepse fakt emisioni personale është vendi ku kanë rrëfyer pra dhe të mbjetuarit e masakrave, po ashtu dhe dokumentimi i krimeve sërbe që është bërë. E keni derën e hapur dhe do të bëjmë edhe një emision tjetër, kështu që faleminderit për kohën për këtë pjesën e parë dhe do të takojmë me pjesën e dytë e emisionit. Shumë faleminderit të nderuar krenare, me që edhe e kemi shënuar ditë më parë ditën e çlirimit të Kosovës nga barbaria dhe mizeria serbe. Për fund po them lavdije përjetshme të gjithë dëshmorëve dhe martirëve të kombit tonë.
kudo dhe kurdo që kanë rënë për çlirimin e Kosovës, Dardanëve dhe bashkimin e trojave shqiptare. Ju falenderit shumë. Faleminderit për juve. Miq të dashur, faleminderit për vëmendjen. Me emisionin personale dhe një tjetër personalitet do takojmë javën tjetër, ndërkaq me zotin Plana do të kemi mundësinë që të bëjmë edhe një pjesë të dytë të emisionit për të sjellur fakte dhe dokumente për krimet barbare mbi popullin shqiptar. Faleminderit dhe mirëmbëjtje.